Gjatë 2 javëve të fundit 10 bashkitë Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavaj, Rogozhin, Divjak, Fier, Vlorë, Himare, Sarand kanë raportuar edhe me kronika televizive e me video në rrjetet sociale për kryerjen e pastrimit të plazheve me ndërmarrjet e tyre dhe do vazhdojnë t'i mbajnë pastër gjatë gjithë sezonit veror. Por me një njoftim në buletinin e prokurimeve publike të datës 20 prill 2026, drejtoresha e operatorit blerjeve të përqendruara Arlinda Poga i ka shpallur procedurën e zhvillimit të një tenderi për pastrimin e plazheve, madje edhe të plazhit në liçenin e Pogradecit. Tenderi është me numër reference 82299 64/2026 dhe me vlerë fondi limit 2.6 milion euro me TVSH, i ndarë në 2 lote sipas zonave bregdetare, procedurë që drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruar Arlinda Pogaj do ta zhvillojë më datën 18 maj të këtij viti me tenderin për lotin e parë me vlerë fondi limit 1.356.000 euro me TVSH. Thuhet se do pastrohen plazhet në territoret e bashkive Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavaj e Pogradec, ndërsa me tenderin për lotin e dytë me fond limit 1.245.000 euro me TVSH, thuhet se do pastrohen plazhet në zonat e bashkive Rogozhin, Divjak, Fier, Vlorë, Himare dhe Sarand. Por aktualisht plazhet në këto zona bregdetare në Pogradec janë pastruar dhe po vazhdojnë të pastrohen nga bashkitë përkatëse me fondet, mjetet dhe punonjësit e ndërmarrjeve të tyre pa bërë tender, sepse e kanë detyrim në çdo prag sezoni veror e u ka dhënë fonde shtesë qeveria. Ndërsa drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruar Arlinda Pogaj ka sajuar e shpallur një tjetër tender 2.6 milion euro me TVSH për të kryer pastrimin e plazheve kur këtë shërbime kanë bërë dhe po e bëjnë bashkitë. Ky vendim i lindës së tenderëve të qeverisë si shpenzim mbi vendosje për punë të kryer nga njësitë e pushtetit lokal nuk është gjë tjetër veç se vjedhje e planifikuar që do maskohet e justifikohet me kontrata sikur pastrimi i plazheve është bërë me kontratat e këtij tenderi. Edhe sikur ta kryente pastrimin e plazheve realisht, praktikat ligjore për finalizimin e tenderit do mbyllen rreth mesit të muajit korrik kur sezoni është në pikun e tij. Për të justifikuar këtë skem vjedhje, drejtoresha Linda e tenderëve ka deklaruar se kontrata për pastrimin e plazheve do të jetë me afat kohor 93 ditë kur edhe gjatë sezonit pastrimin do ta bëjnë bashkë me fondet, mjetet dhe ndërmarrjet e tyre. Tender fiktiv. Ajo zhvilloi edhe në datat 13 shkurt e 17 mars me 6 lote e vlerë 1.9 milion euro për kryerjen e dezinsektimit në zonat bregdetare nga Velipoja në Sarand, kur këtë shërbime ka kryer Instituti i Shëndetit Publik.